Kështu që të gjitha këto do të kemi mundësi të i diskutojmë me doktorin Nurian Ori, i cili është kirurg i përgjithshëm, njerësh edhe kirurg onkolog. Përshëndetje doktor. Faleminderit që jeni me ne në studio. Do të flasim pra për kancerin e gjirit, e thash që muaji tetor është një muaj i sensibilizimi sa i përket kësaj sëmundje. Ndoshta do të nisim pikërisht me këtë fakt, pra pse është caktuar ky muaj dhe pse është e rëndësishme të kemi një sensibilizim të opinionit rreth kësaj. Të thuash të drejtën, mendimin im është për shkak të dy arsyeve. Një nga arsyet më kryesore është fakti që është një sëmundje shumë e shpeshtë në botë. Më përpara ka qenë një nga kancerat të parë në renditjen e kancerave për femrat. Pastaj me kalimin e kohës, fatkeqësisht me përdorimin e cigares, ka kaluar në rendin e dytë, i pari është kanceri i mushkërisë. Po megjithatë, duke menduar që parafërsisht në çdo 8 femra, njëra prej tyre për gjatë gjithë jetës së saj ka mundësi që të kapet prej kësaj sëmundjeje, vihet e re domethënë rëndësia dhe numri i shpeshtë që ka. Pra njëra prej arsyeve është kjo, domethënë numri i lartë i sëmundjes, kurse arsyeja tjetër që duhet bërë një sensibilizim i fortë është për shkak të avancimit të teknologjisë dhe kapjes së kësaj sëmundje. Kjo është një sëmundje e cila është shumë thjeshtë, duke bërë disa analiza për cilën ndoshta më vonë do flasim, imazherike ose disa vizita dhe konsulta mund të kapet shumë herët. Për këtë gjë duhet që femrat ndaq në Shqipëri, në Kosovë, edhe kudo në botë, duhet të sensibilizohen, duhet të stimulohen, duhet të inkurajohen dhe mos talen pas dore. Për këtë arsye, domethënë duhet një sensibilizim, ndoshta jo një ditor apo një javor, po u dash ka një mujor. Për këtë arsye mendoj domethënë se është bërë një sensibilizim i tillë. E kuptoj. Ne kur flasim për kancerin e gjirit, na shkon mendja tek femrat, megjithatë jo vetëm femrat preken nga kjo sëmundje. Janë edhe meshkujt, tani pse me numër shumë të vogël. Po, sigurisht. E drejtë është, tek femrat raporti midis një mashkull dhe një femre safatësisht 1 në 100 ose 1 në 150 sipas disa kërkimeve shkencore, pra shumë më ulët tek meshkujt, por se nuk duhet harruar, domethënë që këtu mund t'i bëjmë një thirrje domethënë edhe meshkujve, të cilët nëse arrin domethënë gjatë një vizite të tyre të thjeshtë, sepse ata as para bëjnë kontrolle, ashtu sikurse femrat, një masë e cila mund të kapet në gjë, duhet të jetë një shenjë paralajmëruese. Mos të mendoj që unë jam mashkull, nuk më ndodh asnjë gjë, nuk është sëmundja e grupit ton, edhe ai duhet të shkojë domethënë të vizitohet. Dhe e themi vazhdimisht që e rëndësishme është të kapet herët, të diagnostikohet herët, dhe në këto raste është jetike, do thotë. Po cilat janë shenjat e para që një grua në këtë rast ose edhe një mashkull i vren, mundet me i pa me sy të lirë fillimisht? Shumë e drejtë. Në fakt ne si mjek kemi dëshirë që femra domethënë të shkojë në kontrollet mujorse, vjeçore dhe ta kapi këtë pak arritur të kapi shenjat e saj. Megjithatë, ka disa shenja të cilat njihen. Shenja më e shpeshtë është një masë në gjë. Këtë zakonisht femra mund ta kapi vetë, domethënë rastësisht, ose zakonisht për shembull ndodh që për një arsye goditen diku dhe duke prekur për shkak të goditjes vendin ku janë goditur, u shikojnë që pas ka dhe një masë. Edhe pse ne duam që ato domethënë gati çdo muaj ta kontrollojnë, ta vetë kontrollojnë vetveten e tyre. Gati çdo muaj, sidomos pas menstruacioneve, pasi të kenë mbaruar menstruacionet, pasi të kaluar 4-5 ditë ose një javë pas menstruacioneve, çdo muaj rregullisht të kontrollojnë vetveten e tyre. Kjo edhe sepse duke kontrolluar gjithmonë e njeh më mirë indin e saj dhe ndryshimet që ndodhin e kap më shpejt, e dallon më mirë. Pra kjo është të kapësh masën e cila të është formuar. Por se ne dimë që ky lloj kanceri nuk zhvillohet shumë shpejt. Duan vite të tëra. Dhe kështu që në qoftë se një femër për shumë këtë masë e kap rastësisht për shumë 2 cm, sikur ajo të kishte bërë një mamografi apo një eko përpara 1 viti e gjysmë, 2 vjetësh, përsëri këtë lloj kanceri ose këtë lloj mase do ta kapte në një nivel milimetrik. Prandaj është shumë e rëndësishme. Pra masa është shkaku kryesor ose shenja kryesore domethënë me të cilën femrat vinë për klinikat e onkologjikut ose në klinikat e tjera. Një tjetër shenjë është rrjedhja prej gjirit, prej thithës së gjirit. Rrjedhja e një lëngu zakonisht më problematik është ai i cili është në formë të kuqe, pra ngjyrë të kuqe, pra rrjedhje gjaku, sidomos në njërin krah, jo në të dy krahat, dhe zakonisht pa e stimuluar, pa u munduar që të shikosh duke e shtrënguar vetë po del apo jo. Pra del spontanisht në njërin krah dhe në formë hemoragjike. Kjo është pak më dyshues.
Një tjetër shenjë është tërheqja e thisës së gjirit brenda gjirit për shkak të masës që është aty brenda, të cilën ai nuk e prek dot dhe e tërheq dhe brenda vetes së saj. Shenjat të tjera pastaj janë dhimbjet, të cilat në fakt janë, si thua, më dyshuese te femrat, po për ne janë më pak problematike, sepse shumica e dhimbjeve të gjirit nuk vijnë prej kancerit. Për këtë duhet edhe me i qetësu pak nëpërmjet televizionit. Shumica e kancerave fatkesisht nuk japin dhimbje. Dhe kjo nuk do të thotë se aty nuk ka një problem. Pra mos të mendojnë që nuk kam dhimbje dhe nuk kam as edhe një diçka. Megjithatë, her pas here, nëse masa është e madhe, edhe dhimbja është një prej shenjave. Pastaj ka dhe shenja të tjera, po ato janë të stadeve pak më të larta, siç mund të jetë skuqja, enjtja, zmadhimi shumë i madh i gjirit në proporcion me gjirin tjetër. Këto janë shenjat më kryesore. E kuptoj. Ndërkohë, ka ndonjë kategori e grave, po fokusohemi më shumë te gratë për shkak të numrit më të lartë në krahasim në proporcion me meshkujt. Pra një kategori të grave që janë ndoshta më në risk të preken nga kanceri i gjirit. Po, e drejtë. Gratë të cilat janë më në risk janë ato të cilat kanë në familjen e tyre një person tjetër me kancer gjiri. Pra gjenetike. Pra gjenetike. Gati 15% të rasteve përbëhet prej këtyre grave. Sa më shumë personat jenë në fis, sidomos kush urrin te gradës së parë, aq më i rrezikshëm ose aq më shumë rritet rreziku tek pacienti. Një është numri, pra siç thamë, sa më shumë të ketë në numër, e dyta dhe mosha. Pra nëse keni në familje një person i cili është kapur herët me kancer, për shembull 30 vjeç, 35 vjeç, jo në moshat e larta, dhe kjo është një rrezik për atë. Këto janë më të predispozuar. Pastaj ka femra të cilat për shumë për arsye të ndryshme kanë marrëze në krahëror për sëmundje të tjera që mund të kenë patur në familje. Duhet folur edhe për cigaren, alkoolin. Po këto janë, si thua, faktorë të përgjithshëm, jo vetëm për kancerin e gjirit, dhe për kanceret të tjerë, po duhet të qëndruar më shumë domethënë tek historiku familjar. E kuptoj. Ndërkohë, cila është mosha ndoshta që rrezikohet më shumë? E përmendet që në rastet kur shfaqet në moshë të hershme do të lidhet më shumë me aspektin gjenetik, por në aspektet e tjera do të thotë cila moshë rrezikohet më shumë apo kur është akoma më shumë e rëndësishme të bëhen kontrollet? Po, ka mosha pas menopauzës është më në rrezik. Prandaj midis mjekëve në qoftë se vjen një femër mbi 50 vjeç dhe ka një masë në gjih, si të thuash, ajo do të trajtuar sikur të jetë kanceroze. Të paktën të dyshohet për atë gjë. Dhe për sa kohë të menjanohet dyshimi që ajo masë nuk është kanceroze, nuk është mirë me i thënë që mos ke problem, shkon në shtëpi, rri e qetë, hajde pas 6 muajve për kontroll. Pra, nga që e dim që me rritjen në moshë dhe ky kancer domethënë rritet në numër, sidomos gratë pas menopauzës duhen parë me vëmendje të veçantë. Kur duhet me fillu me mamografi apo me eko të gjirit? Ajo që njihet domethënë për literaturën shkencore është që nën 40 vjeç në përgjithësi këshillohet ekoja. Midis 40 vjeç e sipër fillon mamografia, sipas rrezikut që ka në historikun e saj që folëm, mund të bëhet një në vit, një në 2 vjet. Pas moshës 50 vjeç patjetër duhet bërë vjetore, pra një mamografia vjetore. Nën moshën 40 vjeç, siç tham, duhet bërë ekoja. Kjo nuk është për arsye që ndoshta edhe më vonë mund ta cekim, jo sepse nëse vajzat e reja bëjnë mamografi, duhet marrin rreze apo më mirë është mos ta bëjnë se në akoma të reja. Kjo është diçka teknike. Mamografia tek moshat e reja, si të thuash, për shkak të indit të tyre të dendur, del një pamje akoma dhe më e bardhë. Dhe disa gjëra të cilat duhen kapur nuk shfaqen. Pra nga ana teknike nuk jep shumë rezultat. Prandaj nuk këshillojmë mamografin, jo për shkak të rrezeve, eko jep më shumë rezultat. Duhet theksuar që përveç mamografisë dhe ekos është edhe rezonanca magnetike. Rezonanca magnetike nuk është se e përdorim shpesh, ama sidomos tek vajzat e reja, të cilat kanë edhe në familjen e tyre faktor gjenetik, këshillohet, për shkak se është diçka pak më precize dhe mund të kapi gjëra të cilat ekoja për shembull mundet edhe mund të mos ketë parë mirë. E qartë. Po të pjesa kryesore, pra tek çështja e diagnostikimit edhe trajtimit, ku jemi aktualisht? Ju jeni në Ankara i koncentruar me punë, po megjithatë për shkak edhe të vizitave që bëni edhe në vendin tonë, ose ndoshta edhe në vendet fshinje, mund të dimë se si qëndrojmë, do thotë sa i përket avancimit për trajtimin e kësaj sëmundje që
Duhet thënë që ka shumë raste historie suksesi që e kanë kalu këtë sëmundje. Kapja herët e sëmundjes patjetër që është e suksesshme. Për këtë ndoshta dhe flasim pak më vonë. Qëllimi ky është, sepse është një sëmundje e cila po të kapet herët, pothuajse ka 95-100% shërim. Edhe pse mendojmë se është kancer dhe nganjëherë fatkeqësisht është ajo ideja që kur je me kancer, domethënë sikur çdo gjë do shkojë keq. Nuk është ashtu në fakt. Kjo çdo gjë ka lidhje me stadin, në avancimin kur e keni kapur sëmundjen. Për këtë arsye, siç thamë, diagnostikimi i hershëm është ajo që ne dëshirojmë. Në vendin tonë, të thuash të drejtën, me ato që di unë, domethënë aparaturat e mamografisë nuk janë shumë të prapura kudo. Rezonanca magnetike nuk gjendet kudo. Ekoja është ajo që më shpesh mund të bëhet, por se gjiri është pak i veçantë. Ndoshta doktorët imazherisë dinë më shumë se unë në këtë fushë, po ajo që di unë është pak një ekzaminim pak i rëndësishëm. Për shembull, zgjat gati gjysmë ore vëzhgimi i gjirit, bëhet prej mjekëve të cilët janë pak më të specializuar. Këtë lloj standardi a kemi mundësi ta kemi arritur apo jo? Ose mamografia, për shembull, tani ka dalë mamografia digjitale, për shembull, ka rezolucion ka më të lartë. Sigurisht që ajo arrin të kapi edhe pika domethënë shumë më të vogla se sa mamografia normale. Sa aparatura të tilla kanë në Shqipëri, thosh drejtën nuk e di. Po të paktën vizitat e mjeku ose mos në vlerësimi i asnjë prej atyre shenjave që tham, të paktën kjo gjë është e mundur. Nëse një femër mund t'i di këto të shenja, të paktën mos ta lej pas dore. Dhe që do flasim mos të ketë frikë. Po. Në fakt po du më koncentru në disa informacione që janë të pabazuara, në fakt në disa informacione që ndoshta na bëjnë të stepemi për të ndërmarrë një hap tjetër. E përmendet që ndoshta ekziston ajo frika se mos bëjmë një mamografi, mos bëjmë eko shpesh sepse mund të marrim rreze, apo që patjetër duhet të largohet xhiri në ato raste kur diagnostikohet me kancer. Cilat janë ndoshta ato gabimet kryesore që ju i hasni në punën e juaj e që vijnë për shkak të dezinformatave apo keq informatës? Nga përvoja që kam, mendoj domethënë se ka disa pika të cilat njihen gabim prej femrave. Kjo jo vetëm në Shqipëri, edhe në Turqi edhe në botë, domethënë ka një problem të tillë. Mendoj që disa prej këtyre pikave është për shembull marrja e biopsisë. Biopsia për ne është kusht. Pa biopsi nuk kemi vendosur emrin e diagnozës, nuk mund të parashikosh se çfarë operacioni ti bësh, nuk mund të marrin kimioterapia, pra duhet bërë patjetër. Dhe nuk ka asnjë fakt shkencor i cili vërteton që duke bërë biopsi kjo sëmundje përparon, ose mos e prek, mos i bëj asnjë diçka sepse do të përhapet. Kjo është për shembull një nga pikat që dihen gabim, patjetër duhet bërë, nëse mjeku e këshillon sigurisht, jo çdo mas do të thotë biopsi. Një tjetër pikë që dihet gabim mes femrave është që, siç tham pak para, unë s'kam dhimbje, ose unë e kontrolloj veten time, nuk shikoj asnjë diçka. Ju mund mos ta shikoni, po mamografia e shikon. Ekoja mund ta shikoj, një mjek i specializuar atë mas të cilën ju nuk e keni prekur e prek. Prandaj mos e neglizhoni. Ose unë nuk kam në familje dhe përderisa nuk kam familje, unë nuk më ndodh gjë. Siç thon 15% të rasteve janë ato të cilat kanë një historik në familjar. 85% të rasteve nuk kanë në familjen e tyre asnjë person që kanë kancer gjiri ose që nuk është diagnostikuar. Një tjetër është mamografia, siç tham, frika se do marrim rreze, bile siç tham pak më para kur tham nuk janë rrezet e mamografisë ato që japin, janë rrezet të cilat jepen për një periudhë shumë të gjatë kohore për sëmundje të ndryshme, siç janë limfoma e të tjera, sëmundjet e gjakut. Nuk janë rrezet e mamografisë apo rrezet që bëhen për grafinë e mushkëlisë. Mamografia ka një rrezatim shumë minimal, të pakonsiderueshëm në krahasim me dobinë që do kemi. Siç tham, dobia është të kapi një kancer i aqërshëm, sa që me një operacion shumë të vogël, ndoshta edhe pa marrjen edhe i disa ilaçeve më tutje, domethënë mund të shërohesh. Pra janë disa pika të cilat fatkeqësisht një gabim, pjesa e meshkujve, siç tham që jam mashkull, nuk prekem. Ose një tjetër pikë që njihet gabim është ajo që me të kapur një mas, frika, kjo është kancer. Jo, shumica e masave nuk janë kanceroze. Prandaj përsëri duhet vajtur te mjeku. Jo mendimi se që nga kancer dhe nga shumë ndodh, domethënë që për shkak të frikës nuk shkojnë tek mjeku dhe arrin pastaj në formë plage. Po ajo ka ndryshuar për shembull stadin, shkallën, gradën. Nëse do kishte ardhur para një viti do ndryshonte komplet gjithë mënyra e operacionit, e marrjeve të ilaçeve dhe jetesa sigurisht. Ose ideja për shembull që do më heqin gjirin. Nuk është ashtu. Ose edhe e kundërta. Për shembull ka femra të cilat thonë hiqe gjirin të shpëtoj. Të dyja janë gabim.
diagnostikimi me kancer nuk do të thotë automatikisht dhe heqja e gjirit. Bile në disa raste, në shumicën e rasteve, sidomos kur kapet herët, mbrojtja e gjirit është një diçka të cilën ne kemi shumë në praktik dhe e dëshirojmë, jo për shkak sepse nuk dojmë që të mërzisim pacientin, por se është vërtetuar, domethënë si të hiqet gjiri, si mos të hiqet, rezultatet janë të njëjta. Sigurisht kjo nuk është një diçka e cila mund të thuhet vetëm nëpërmjet televizionit, duhet të parë nëpër analiza, por se ka shumë raste të tilla në të cilat nuk ka nevojë heqja e gjirit. Dhe e kundërta, mund të ndodhë që nuk dëshiron që ta heqi, ama neve këmbgulim, duke i treguar që nëse nuk e heq, atëherë rrezikon. Këtu do vetëm të theksoj diçka tjetër, edhe sqetulla është një lloj si gjiri, ka raste që një mas nuk shfaqet në gjë, shfaqet në sqetull, dhe ajo përsëri do të jetë një shenjë e cila duhet ta çojë te doktori. Unë po shpresoj që kemi arritur që brenda këtyre minutave të programit tonë të japim disa informacione shumë të rëndësishme sa i përket diagnostikimit të hershëm, që ajo është çelësi i suksesit në këtë sëmundje, nëse sikurse edhe në sëmundjet e tjera, kryesisht sëmundjet e kancerit e kërkojnë shumë diagnostikimin e hershëm, ani pse janë shumë të msheta, edhe në disa raste zbulohen vonë fatkeqësisht, por fatmirësisht kemi edhe doktorë si ju, të cilët janë të përgatitur edhe janë të gatshëm të na informojnë me çka që duhet të dimë sa i përket kësaj sëmundje. Doktor, ishte shumë kënaqësi që na vizituat sot edhe që i ndat këto informacione me ne. Ju uroj suksese. Faleminderit gjithashtu edhe juve, punë të mbar.